Për sa i takon afateve të procedimit penal, për shtyrjen e afateve, Kjo është si një ndodhin, kur ndodhin? Për shembull, është një gjë skandaloze që vetëm në Shqipëri ndodh, mund të zgjasës afatet për vepra penale që kërkojnë shumë hetim, por për një armbajtje pa leje që kërkojnë vetëm 2 veprime, ke leje për të pasur armë, dhe e dyta, kjo armë a është në rregull në mënyrë teknike, balistike, 2 veprime që bëj për 24 orë. Nuk e pse ta mbash tjetrin në paraburgim, 6 muaj, 1 vit për një veprim, e ti mo që zgjat 1 ditë ose 2 ditë dhe me njerë mund të shkoj për gjykim. Në gjykim pasandaj është gjykata ajo që të jep një dënim alternativ apo të jep një dënim me burgim. Kurse tek ne është bërë masë sigurimit arrest të burg, qoftë për një armbajtje pa leje gjetur kjo edhe në banesën e vet, apo për vjedhje, apo për vepra penale më të rënda. Ndërsa për vepra që prekin bluzat e bardha është shumë e vështirë, tu tek ne nuk funksionon 90% të rasteve, çfarë mendon prokurori, çfarë kërkon prokurori vendos gjykata. Jemi akoma si në sistemin inkuzator, ku qa vendoste polici, vendoste gjykata.